Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani një thelpi hudhër çdo natë për një javë nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Që në lashtësi hudhra ka qenë aleate e njerëzimit kundër shumë sëmundjeve. Ajo ndihmon në mirëmbajtjen e funksionit dhe shëndetit të zemrës. Hudhra pakson gjasat e shfaqjes së sëmundjeve të këqija dhe gjithashtu lufton infeksionet. Vlerat më të mira hudhra gjithashtu i ofron në qoftë se konsumohet e gjallë sepse gatimi tjetërson të gjithë përbërësit mirëbërës të kësaj barishtaje. Koha më e mirë për të ngrënë hudhër. Ekspertët thonë se koha më e mirë për të ngrënë hudhrën është përpara se të flini ose herët në mëngjes kur bakteret në stomak janë në një gjendje të brisht. Çfarë ndodh në organizëm nëse hani hudhër në mbrëmje? Detoks për mëlçin. Hudhrën ju mund të ta shtypni dhe më pas ta konsumoni në mbrëmje, kështu që ajo do të çlirojë enzimat që luftojnë qelizat e këqija dhe gjithashtu nga ana tjetër toksinat dhe bakteret. Sulfuri i cili gjendet tek hudhra do të punojë për pastrimin e mëlçisë nga toksinat dhe metalet e rënda. Antibiotiku i natës. Nëse konsumoni 1 ose 2 thelpi hudhër të grirë në mbrëmje, ju do të forconi sistemin tuaj imunitar dhe ai do të jetë në gjendje të luftojë të ftohurën dhe njëkohësisht gripin. Për më tepër, hudhra nga ana tjetër gjatë natës do të pastrojë muskujt tuaja nga toksinat. Hudhra për lëkurën. Ekspertët thonë se hudhra përpara gjumit do të stimulojë rigjenerimin e qelizave. Ekspertët thonë se hudhra do të luftojë bakteret të cilat shkaktojnë akne dhe do ta mbajë lëkurën tuaj të pastër. Kolesteroli i ulët. Hudhra e mban në zemrën tuaj të shëndetshme. Ajo ul kolesterolin dhe gjithashtu mban larg edhe sëmundjet e zemrës dhe pastron gjakun. I bën mirë kyçeve. Konsumimi i hudhrës në mbrëmje i bën mirë kyçeve të cilat janë të prekura nga artriti, sepse ajo lufton inflamacionin dhe gjithashtu zbut dhimbjen. Hudhra nuk duhet konsumuar në mbrëmje vetëm në qoftë se ju vuani nga ulçëra apo edhe tensioni i ulët i gjakut. Nga ana tjetër, ne themi se hudhra është antibiotiku më i fuqishëm natyror, por çfarë do të thotë eksaktësisht kjo? Hudhra përmban alicin, e cila çlirohet kur konsumohet. Alicina vret lloje të ndryshme bakteresh, ka efekt antiseptik, pengon në riprodhimin e mikroorganizmave, por nga ana tjetër, ajo shkatërohet në temperatura të larta, çka do të thotë se është më e shëndetshme që të konsumohet hudhra e gjallë dhe e patrajtuar termikisht. Ja çfarë i ndodh trupit ton nëse ne ham hudhër çdo ditë. Mbron sistemin tuaj kardiovaskular. Një thelpi hudhër në ditë ndihmon në forcimin e enëve të gjakut, stimulon qarkullimin e gjakut dhe ul përqendrimin e kolesterolit në trup. Sipas kërkimeve shkencore, hudhra ul nivelin e sheqerit në gjak me rreth 25%, forcon imunitetin, neutralizon radikalet e lira dhe toksinat që dëmtojnë organizmin, stimulon prodhimin e lëngut gastrik, rregullon funksionimin e pankreasit dhe gjithashtu përmirëson oreksin, lufton me sukses parazitët në trupin e njeriut. Mundet që të ngadalsoj procesin e depozitimit të kriprave, rikthen kërcin dhe indet e kyçeve dhe shërben si parandalimi i osteoporozës, është jashtëzakonisht i pasur me antioksidant, flavonoide dhe vitamina të grupit B dhe acide që janë në gjendje të rigjenerojnë lëkurën, t'i japin asaj elasticitet dhe njëkohësisht të luftojnë shfaqjen e akneve dhe rrudhave. Nutricionistët besojnë se futja e hudhrës në dietë shkakton humbjen e peshës së tepërt. Shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht aromës së saj.
Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme për pothuajse çdo vakt, por gjithashtu ajo është e rëndësishme për mirëqenien tuaj. Këtu ne do t'ju tregojmë arsyet më të mëdha pse duhet të hani hudhra. Mba në dhëmbët tuaj të shëndetshëm. Hulumtimet kanë treguar gjithashtu se hudhra është një trajtim i mirë alternativ për inflamacionin e mishrave të dhëmbëve. Hudhra gjithashtu ka veti antibakteriale, antivirale dhe antikërpudhore. Vetit antiplakje. Sipas hulumtimeve, hudhrat janë efektive kundër plakjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar sepse trupat tanë e shndërrojnë ushqimin dhe oksigjenin e energji. Sidoqoftë, ndonjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast me këtë proces dhe do të shkatërrojë qelizat e tjera në proces. Nga ana tjetër, lëkura jonë do të bëhet edhe më e butë dhe truri ynë do të bëhet më i ngadalt. Kjo është pasojë e stresit oksidativ. Në këtë raste, hudhra mundet që të jetë një shtesë e dobishme edhe për dietën tuaj. Era e saj bën që trupi të rrisë prodhimin e substancave në gjak të cilat shkojnë kundër oksidimit tepër entuziast të qelizave në trupin tuaj. Këto substanca zakonisht njihen si antioksidues. Në këtë mënyrë, hudhra ndihmon në ngadalësimin e shenjave fizike edhe të plakjes. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se hudhra ju bën juve më tërheqës. Kjo mund të jetë në kundërshtim me instinktet tuaja, por është e vërtetë. Sigurisht të gjithë ne e dim efektin që hudhra ka në frymëmarrjen tonë, por a e dini se aroma e trupit tuaj ndikohet edhe nga perimet? Kërkimet në vitin 2016 kanë treguar që ndikimi i hudhrës në erën tuaj trupore në të vërtetë është kryesisht pozitiv. Pjesëmarrësit në një test të nuhatjes përshkruan aromat e njerëzve që kishin ngrënë hudhër si më pak intensive dhe më tërheqëse. Kjo mundet që të jetë edhe për shkak të vetive antimikrobike të hudhrës, baktere që shkaktojnë erën e keqe të saj, të djersës zvogëlohen kur ju konsumoni hudhra. Jini të vetëdijshëm, kjo funksionon më së miri kur hani hudhër një ditë para takimit tuaj. Hudhër e freskët pasi forcon sistemin tuaj imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribuojë në shëndetin tonë është e ditur prej kohësh. Hudhra ka qenë e njohur për shekuj me radhë që ka veti që veprojnë kundër baktereve, viruseve dhe kërpudhave. Për forcimin e sistemit imunitar ka shumë përfitime për shëndetin tuaj, por me gatimin e saj ju do të humbisni shumicën ndërmuese të alicinës. Hudhra ul presionin e lartë të gjakut. Hudhra është një nga produktet e cila ul presionin e lartë të gjakut. Studime të shumta kanë treguar se marrja ditore e hudhrës do të ketë efekte afatgjata për sa i përket uljes së kolesterolit. Sigurisht nëse keni të bëni me ndonjë sëmundje kardiovaskulare ose rritje të niveleve të kolesterolit, gjithmonë duhet që të merrni këshillën e një specialisti mjekësor. Hudhra mundet gjithashtu që të ndikojë edhe në rezultatin në tërësi, por kjo nuk ju shëron. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!